Doktoresha, është edhe një dilemë shumë e madhe i prindërve, por edhe unë si prinde kam aktualisht. A rekomandohet që një fëmijë është më mirë të jetë në kushtet e qerdhes apo të rritet në shtëpi kur është më pak se 3 vjeç, flasim gjithmonë? Tani, fëmija që mbush 1 vjeç duhet pa merak të shkoj në qerdhe. Edhe më shpejt mund të shkoj sepse ka bërë vaksinimin bazal dhe ai është i mbrojtur nga sëmundjet e jetës kolektive. Megjithatë, nënat prap hezitojnë sepse mund të marri infekcion nga të tjerët. Fëmijët kur vinë në qerdhe, është e detyrueshme nga shteti të kenë me vete analizat e feqes për parazit dhe koprokultur, mikrob, të kenë me vete dhe kartelën e vaksinimit. Por ndryshe nuk lejohet të pranohen. Pra, përveç se fëmijën e ndihmon në zhvillimin psikomotor, në zhvillimin kognitiv, në aftësitë e tij për të hedhur më shpejt hapat e parë, për të njohur jetën kolektive, përveç se i bëjnë dëm fëmijës, nuk i bëjnë asnjë gjë të mirë sepse nuk duhet hezitojnë për ta çuar fëmijën në qerdhe. Qerdhja është një institucion i mbrojtur, ka higjenë të lartë, bëhen dezinfektimet brenda parametrave që i kërkon Instituti i Shëndetit Publik, por në qoftë se ata kanë pakënaqësi tek një person në qerdhe, mund ta çojnë në një qerdhe tjetër. Në asnjë mënyrë të mos hezitojnë ta çojnë fëmijën në qerdhe.